Nuk është në rregull që çështjet dypalëshe ta frenojnë Maqedoninë e Veriut në procesin drejt Bashkimit Evropian, tha në një deklaratë për Televizion 21 përfaqësuesja për politikë të jashtme dhe siguri para fillimit të takimit të 6 të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë. Well, yes, we have, of course, the talks with North Macedonia as well. North Macedonia is making good progress, and I think it's also not right that bilateral issues are keeping North Macedonia back on the EU accession process. Kryeministri përsëriti se Maqedonia është vendi vetëm viktime çështjeve dypalëshe. Очекувањата се Европа да се држи до своите принципи, тоа се европските вредности, билатералните прашања да се надвор од процесот на пристапување, да се суди според постигнувањата реформите и според копенхагенските критериуми. За жал, Македонија е единствената земја која што е жртва на билатералните прашања, како што ниту една држава која што пристапила или допрва ќе пристапи. Liderët nga Londra deri në Kiev dhe nga Oslo deri në Ankara u mblodhën në takimin e 6 të Komunitetit Politik Evropian me temën Evropa e re në një botë të re. Sfidat e sigurisë dhe vizioni për ardhmërinë e Evropës janë në fokus të bisedimeve. Niko Qiri e Edi Rama në gjunjë priti kryeministrin italiane Giorgia Meloni. He only does it to be tall as me. Lufta në Ukrainë është në mes temave me prioritet, ndërsa Meloni tha se nuk ka kohë për alternativa të reja, por për këmbëngulje për paqe të pakushtëzuar. Me ditë të tëra, Tirana është përgatitur për kryeministra dhe zyrtar të lartë nga 47 vende të kontinentit evropian. Për akomodimin, përkthyesit, sigurimin dhe gjithë organizimin e samitit janë shpenzuar 2.4 milion euro.